erdhen breza, të cilët e humbën namazin, e larguan tërsi nga praktikat e tyre, i pasuan epshet e tyre, ata du të përfundojnë në xhenem. Kjo është fjala e Zotit të gjithësisë. Ata që nuk folin namaz, janë Gjermanët në Gjermani, Francezët në Francë, Anglezët në Angli, Amerikanët në Amerikë, Kanadezët në Kanadë, Japonezët në Japoni, Kinezët në Kinë. I kam punë të keq? Kush i ka punë të keq? Ata që folin namaz, apo ata që nuk folin namaz? Logikisht. Logikisht, ata që folin namaz, që flasin e emër të Zotit, i kanë punë katastrofë. Kjo është i mashtru. Këtë e ka mashtru djalli i mallkuar, e ka morë me veti. Ki nuk di asgjë tjetër përveç se namazit, agjerimit, zeqatit, haxhit, ezanit. Asnjë prej këtyre nuk janë që e çojnë njerin në xhenet. Përkundrazi, ja humbin xhenet. Njeriu shkon xhenet me punë, qish punon Gjermani, qish punon Japonezi, qish punon Anglezi, qish punon Amerikani, qish punon Kinezi. Me punë shkohet në xhenet. Dhe jo me prallat e këtij burdushit.